A është e vërtet se thoni fjalë mjeshtri shpinë vetë e lën pa në rregjë? Se tash mundi më kyç kush dali se e pa ta vish me prezantu profesionin e secilëve fillimisht, a është e vërtet që anëtarët e shtëpisë janë të fundit që i kontrolloni? Unë rralli që i fëmijët, edhe gjithmonë i kemi qenë rrallë të mjeku, t'ju them drejtën. Pse? Për shkak se dy arsye. Njëra arsye ka qenë frika nga mbi trajtimi, sepse nga njëherë prind duke dashur me qenë si overprotective ndaj fëmijëve të vet, e teprojnë me vizita mjekësore, do të thonë ka nevojë ose s'ka nevojë. Ashtu se kjo është një arsye, do të thonë edhe e dyta është sepse kam konsideruar që me që edhe vetë jam mjek, kam qatë bagazh, edhe gruaja deri diku e ka bagazhin mjekësor, kam menduar që është e udhës që disa gjendje të jemi në gjendje të i trajtojmë vetë. Pa marrë parasysh se jemi specialistë në një fushë ose tjetrës, ne të gjithë kemi kryer nga 6 vite fakultet mjekësisë dhe kemi kaluar nëpër këtë ato provime. Edhe atëherë pse me bezdis kolegët tjerë për disa gjendje të cilat unë konsideroj se mundem me i trajtu edhe pa. Të them drejtën, unë kam miq shumë, do të thonë në shëndetësi, horizontalisht dhe vertikalisht, po gjithmonë kam konsideruar maksimale ndaj miqve shumë të ngurtë që jam, që mos me i bezdis lidhje e pa lidhje. Edhe gjithmonë e gjej momentin se kur me i kontaktu, edhe gjithmonë e mendoj nëse du me i kontaktu dikën, mendoj a është momenti i duhon me thirr tash, edhe pse ndoshta doktor Valbojnë e kam mik të shpirtit edhe jemi gjeneratës, prapë e mendoj momentin kur me sepse ne gjithë jemi të bombarduar me kërkesa nga gjithandej, domethënë nga pacientët tjerë, edhe duke u nis nga vetja, duke u nis se edhe vetë jemi bombarduar, do të thotë ka një lidhje pa lidhje, kohë pa kohë, atëherë supozoj që e njëjta është edhe me kolegët e mi, më duket se mas shumë të jone lodhna se kur të gjej momentin që me konsultu për një familjar timin, për shumë, ose për vetëm. Po, doktor Defrim. Po, është edhe ana tjetër e medaljes që me kompletu këtë mendim të fisit, edhe unë i bashkangjitëm paka shumë në shumicën e asaj çfarë tha, por momentin që kemi nevojë për me konsultu një specialist tjetër, zakonisht në mënyrë të verbër, ja dorëzojmë edhe fëmijën tonë. Shumë e vërtet. Do të thonë që na jemi gjithmonë udhëhiqemi prej fakteve shkencore, gjithë jetën prej kurit kemi filluar studimet, dhe kur mendoj që është diçka që këtë rast i referohem fisit për dhe sa kam ofër, duhet fisi ma definu këtë punë, 100% i bindëm asaj çfarë më ofron fisi. Edhe kjo besoj që vlen për gjithë mjek, do më thonë, sjelljen e kanë profesionale në këtë aspekt. Po, unë jam dakord plotësisht me Defrimin ato që tha. Bile, kemi kohët e fundit e kemi një lloj sindromi, një lloj fenomeni që njerëz lexojnë shumë Google edhe tash këto portale edhe opsionet. Domethënë njerëz që nuk kanë kurrë përgatitje mjekësore, hyjnë në Google ose hyjnë tash edhe në këto të inteligjencës artificiale dhe marrin informata. T'ju them të drejtën, unë për anëtarët e familjes time, domethënë në momentin kur duhet, ashtu si tha Defrimi, me referu rasin, domethënë të një specialist i fushës, unë as nuk hyj në Google, as nuk hyj në ChatGPT, po thjesht verbërisht besoj në atë, sepse ai e ka përveç njohurisë, teorinë, e ka praktikën, po e ka përvojën dhe e ka intuitën e zhvilluar domethënë në raport me trajtim një smundje. Kështu që me sy mbyllun ja dorëzoj rasin kolegut, se zakonisht janë miq. Doktor Google është doktori më i rrezikshëm për momentin